Futemi me njërë në temë, i ke parë protestat, protesta besoj që asnjë nuk i priste në këtë magnitud, nuk i priste në këtë format. Cili është komenti jot i parë, i ftohtë? Fjala magnitud më pëlqeu, është një magnitud e madhe. Do të thonë është një lëvizje tamam nga ato që quhen tektonike, që lëvizin pllakat e mëdha të politikës dhe të shoqërisë në radh parë. Për mua është ngjarja më e mirë, më e rëndësishme, më e shëndetshme që i ka ndodhur shoqërisë shqiptare në 35 vjet që ne eksperimentojmë demokracinë. Ajo protestë është e shëndetshme sepse bëhet jo nga parti dhe agenda politike. Njerëz që rinë afër partisë me shpresë se partia vjen pushtet dhe këta marrin diçka. Apo janë në pushtet dhe mbrojnë zyrat e tyre. Kjo protestë është nga qytetarë që kanë interes të vetëm të ndryshoj situata, të ndryshoj gjendja e demokracisë shqiptare, e cila duhet të thënë është disfunksionale, është një demokraci që nuk funksionon. Në letër demokraci është, por nuk funksionon. E dyta, kjo protestë është padyshim më e shëndetshme që ka ndodhur, është edhe protesta më pluraliste që unë kujtoj në historinë e 35 vjetëve, por është e krahasueshme për nga pluraliteti i saj me reagimin shoqëror të dhjetor 90 deri në 91-shin, kur shoqëria donte ndryshim. Dhe aty, edhe në 90-ën, ti kishe edhe njerëz të nomenklaturës komuniste, por që dinin që nuk funksiononte më, dhe njerëz që donin patjetër rrëzimin dhe që mund të vinin edhe nga... Meqense preke shumë mirë këtë. Ka paralelizma ose shumë njerëz hedhin paralelizma me lëvizjen studentore të viteve 90. Ka ngjashmëri? Ka shumë ngjashmëri, por çdo krahasim natyrisht çalon. Nuk është barazim. Pra ka diferenca, ka dhe ngjashmëri. Ngjashmëria është që vjen, siç ishte ajo atëherë, vjen nga studentët e dikurshëm dhe vjen nga rinia e sotme kryesisht. Pra vjen nga njerëz që shqetësim kanë atë publiken, nuk kanë shqetësim privaten. Se kush ishte student atëherë hynte përsëri në një shtres disi më të favorizuar ose më të pëlqyer nga regjimi. Nuk ishin në student njerëz që ishin të persekutuar, të dëmtuar nga regjimi, pra nuk ishin një arsye personale, ekonomike apo sociale, kishin arsye kolektive. Ngjarja 90-s, në ngjashmëri padyshim edhe me të sotmen, ka një veçanti. Ne gjithmonë na ka udhëhequr në ndryshimet tona të mëdha historike, që nga pavarësia. Na ka udhëhequr një lojë politike e lojtarëve, aktorëve të rëndësishëm politik, ekonomik e social, pra nuk e kemi bërë vetë, nuk ka qenë e bërë nga ne. Ka qenë dhe një çik mall importi. E njëjta gjë lufta e dytë botërore, ne u përfshim sepse u përfshi bota, se ne ishim pushtuar para se fillonte lufta e dytë botërore dhe nuk kishim reaguar si shoqëri. Edhe komunizmi ishte përsëri një mall importi, pra diçka që kishte ndodhur në botë, ndodhi edhe tek ne. Padyshim edhe në 90-ta ishte deri diku një mall importi, por u bën nga shoqëria, nuk u bën nga elita. Pavarësinë e bën elitat. Luftën e dytë botërore, përfshirjen me komunistë apo nacionalistë e kishin prapë elitat. Në 90-ën e bëri shoqëria. Ajo mas kritike në mes të shoqërisë, që është mas në numra e vogël, po që prodhon mendimin dhe profilizon shoqërinë. Pra kjo protestë sot në Europë, pavarësisht se për çfarë agjendash politike përdoret, nga e majta, nga antitrampistët, nga ambientalistët, nga kushdo, sot na propozon në sytë e Europës si më europian s'ka ku të vej. Pse? Ndërkohë që po akseson Shqipëria në Europë, jo për merit të vetë më shumë se sa për interesa gjeopolitike të Europës, pra antarësimi ynë po përshpejtohet, sepse Europa ka interes t'i kyçi brenda vetes vendet e rajonit, përfshi dhe Ukrainën, por nga ana tjetër, të gjitha këto vende perceptohen nga europiani i thjesht si vende me deficiencë të fortë demokracie, të që është realitet deri diku, dhe me deficiencë të madhe kulturore. Kjo protestë e zbe rezistencën e një europiani skeptik për zgjerimin, e zbe duke thënë prit se këta që janë europian. Këta fliskan për mjedisin, një lloj si ne. Këta protestojnë kundër qeverisë për transparencë, një lloj si ne. Këta kërkojnë mirë qeverisje edhe kur janë të pasur, apo fëmijë të pasur. Kjo është ajo Shqipëria e panjohur, po themi. Eksakt. Atë që nuk e përfaqëson dot kryeministri as me atlete, as me kravata me lule, as me bloqe me piktura. Ai bën pjesën e tij po si elitë dhe politik. Kjo që bëjnë
qytetarët shqiptar në atë protestë që thash është më shëndetshmja, më pluralistja. Ajo i tregon Europës që shqiptarët që nga europian. Na bën realisht ata që ndoshta nuk jemi tamam, po na propozon pjesën tonë më të mirë, pjesën pro-perëndimore, pro-europiane. Kadilli,